Gjëja që është shumë do me thënë se për të parë është që nuk është se burgosen ato që janë brenda qelis, burgosen familjet që presin rradh të gjata për të sjellë ushqim, apo për të sjellë ndresa, apo për të sjellë probleme. Viktima janë ata? Ato e vuajnë më shumë dënimin dhe dramat të tilla, emocionet të tilla i shikon kur shikon fëmijët, një fëmijë i pafajshëm 7 vjeç që vjen të takoj babain atje dhe kishte mall thjesht për ta përqafuar. Domethënë krijon tek këtë ndjesin, pavarësisht se shumë qytetar mendojnë që ky ka vrarë, patjetër që do dënohet, do e vuajë atë, sepse edhe ai ka krijuar një plag, një dramë familjare, një familje tjetër. Por duke pasur në konsiderat që herët ose vonë këto janë element që do i bashkangjitesh shoqërisë, kam fokusuar gjithnjë te komunikimi. Pa përmendur emra, keni një ngjarje kështu që je prekur shumë? Kam një ngjarje që më ka mbetur në kujtesë, është kur një i dënuar priste ishte shpërbër familje, që zua ta citoj, dhe e sollën fëmijën për të takuar të jatin në burg. Shoqja ishte ndarë, i kishte braktisur fëmijët ishin diku lënë në shtëpi, fëmijët trajtoheshin, dhe kur një nga ato punojëse sociale solli për të takuar dhe takimi ishte në distancë që duhet të takonte nga hekrat, imagjinoj një fëmijë 7 vjeç i cili me zimbante një qese me një Coca-Cola duke u anuar kështu, dhe pash atë dhe i thash në mënyrë kategorike, ai do dali tani, do shkoj te lokali këtu në Obor, që ai të mos e ndjej peshën dhe mos i ngulitet fëmia brenda hekurave. Dhe ka qenë një emocion i veçantë, domethënë një ngashërim që jati përqafonte të birin, shoqja kishte hikur diku jashtë shtetit dhe ka qenë një emocion që më ka mbetur në mendje. Dhe mora pasaj të djalin, u ullëm me mora të zyra duke e qerasur, duke bashkëbizetuar, por krijon vërtet emocion, krijon emocion edhe ndjehesh që njerëzit kanë nevojë edhe për ndihmë.